të Edi Ramës, kryeministër, tani më me një mazhorancë gati specifike, me një mazhorancë parlamentare absolute, ku mund të kaloj çdo ligj, çdo vendim, çdo VKM, gjithçka mund t'i shkrepet në kokën e tij. Megjithatë, miq të dashur, është momenti të flasim për atë që ka ndodhur në 11 maj 2025, sigurisht me ju, me njëri tjetrin nëpërmjet numrit tonë të telefonit të 069 27 22 27 2. Masakër elektorale është konsideruar nga opozita, po edhe mazhoranca është e kënaqur me termin masakër elektorale. Kanë masakruar kundërshtarët e tyre, kanë masakruar secilin kundërshtar të tyre, opinionet kanë gëluar në fakt, por gjithashtu edhe online ndjet një revansh i shumë pritur i të majtëve, cilët me sa duket, me sondazhet e tyre të përshfaqura si profeci vetë përmbushse, po i gëzojnë një rezultati të paracaktuar. Veçanërisht më pëlqeu një video e kolegu tim Klevin Muka, i cili kishte nxjerrë një ekstrakt nga numërimi i votave të Beratit, ku edhe kaligrafia nuk ndryshonte. Ndoshta duhet të kenë pasur një mësues fillore në Berat shumë metodik, dhe i ka mësuar gjithë Beratit të shkruaj dhe të shenjojnë në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin vend, me të njëjtin stirolaps. Me sa duket e kishin çuar dhe në Greqi, kishin eksportuar dhe në Greqi atë lloj kaligrafie. Ishte pak për të qeshur, sidomos edhe ca statistika prej 99% siç ishin disa kuti të caktuara në diasporë. Ja kishim thënë të gjithë bashk, absolutisht po. A pritej? Absolutisht jo. Çfarë presim tani? Çfarë do të ndodh tani? Ma tregoni ju në 069 27 22 27 2, miq të dashur. 11 maj 2025 do ishte mirë të shkruaj aty poshtë edhe për ndonjërin që mund të ketë paqartësi se për çfarë dreqin do të flasim mëngjesin e sotëm. Ndërkohë Pelinci thot do t'ju arrestoj të gjithë ju. Mirë, dakord. Çfarë po ndodh aty, si është e mundur ky rezultat? S'kam pasur ndonjëherë këto mendime për vendin tim, por është shumë e rëndë ta imagjinosh. Vetëm ta dëgjosh Edi Ramën kur flet e tregon veten që është arroganti më i madh dhe armiku më i madh bashkë me nanon i shqiptarëve. Si ka mundësi? Çfarë do bëhet? Pirinci thotë do të na arrestoj të gjithëve, shkoni merreni dhe i blini një bilet atij bashkë me ata karagjozat e qeverisë së tij teknike. Gëzuar nga Houston, Texas. Faleminderit shumë miku im nga Houston, Texas, po tashi, dëgjoj, edhe që të filloj në arrestim, nuk është, çuti nuk është se ka diçka që i frenon. Një tjetër mesazh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më thotë, i dashur Flavio, ne që jemi jashtë, jemi shumë të trishtuar kur shohim çfarë bëhet dhe çfarë luhet me atë popull të varfër. Ne demokratët po humbim jo pse qeveria bleu votën, që demokratët i votojnë ata. Ne humbëm sepse patronazhistët përdorën parat që demokratët mos shkojnë të votojnë dhe realizuan. Këtë e tha Rama publikisht. Numri aq i vogël i votuesve e provon këtë. Tani veç rebelimi e zgjidh punën. Interesante është në fakt, po të mendosh që në 2013 ju deshin 1 milion vota kryeministrit për të marrë një mazhorancë të ngushtë, ndërsa tani me 1 milion vota gjithë, ai ka 83 fraksion, 84 mandate. Shifra këto të frikshme shumë, ka mbërritur deri në 92% numri kutive të numëruara. Sidoqoftë në këtë mëngjes do të kemi dy kolegët tona fenomenale, të cilat kanë mbuluar këto zgjedhje pa hatër mbetjen e njërës. Më duhet të them që është edhe ajo e veçanta Ambrozia Meta, e cila do të bëhet gati për një raportim pas pak. Miq të dashur, sidoqoftë unë do doja të përcjellja mesazhet dhe telefonatat tuaja në 069 27 22 27 2. Vetëm edhe në këtë mandat të katërt, mos harroni WhatsApp-i është për mesazhe. Telefonatat duhet i bëni në metodën e zakonshme, siç është ajo e radhës. Alo, mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit të lutem edhe komunikojmë direkt. Alo, mirëmëngjes. Më thuaj.
Eci me telefonatën tjetër më mirë, para se të humim shumë kohë me telefonatën në fjalë. Me këto zgjedhje duhet të fshihet nga fjalori shqip termi protest. Tani më duhet vetëm revolucion. Do na duaj pak ndihmë nga jashtë një si fillim, edhe kam një kuriozitet të madh se çfarë do na thonë këto ekspertët e jashtë. Më imagjinoni ditën e djeshme ishte pa besueshme. Organizatat shqiptare të shoqërisë civile ishin më të ashpra me zgjedhjet se sa OSBE Odiri, që na kishte premtuar do të ishte një vëzhgues silla tash, madje nuk e di nëse e kemi një përballje që pati Ambrozia me OSBE Odirin, ai bëri shumë pyetje në fakt, por njëra prej tyre ishte fenomenale. Ju na jepni këto sugjerime që nuk zbatohen asnjëherë, për çfarë vazhdojmë flasim për zgjedhje, nëse udhëzimet e OSBE Odirit nuk respektohen asnjëherë, rekomandimet të harruara. Por ndërkohë, ta fillojmë nga ca video spektakolare. Njëri në Kukës është dhunuar, por pastaj u dhunuan policët. Ndjekim njëshin. Shumë e bukur, sidomos ikja ndaj policit fundit që doli në një kallup prej sufllaqe, ishte shumë do i këtë larë uniformën e polici. Do i këtë larë me njerë se barkun e la aty në ata asfaltin mbi cilin ka kaluar në njerë dhe safeti dhe si dijet mund të ketë nevojë edhe për dizinfektime. Kështu gjërash edhe pse shumë interesante. Po të kishte qenë flet votimi se kishte lënë policia ti ikte ashtu pa mendje, po ishte qytetar edhe ju rrëshkiti nga duar, nuk e dim çka bër djali. Kam dyshimet e mia që mund të jetë kreti pafajshëm dhe ndaj kishte atë vullnet për të luftuar. Ndërkohë, do të qëndrojmë në Kukës pasi pasaporta jonë europiane, milionat e eurove të hedhura për këto zgjedhje kulmuan me një model votimi ekologjik, miq të dashur. Nuk kishte makina për të ndotur peizazhet e mrekullueshme të Kukësit edhe të maleve për rrotull, jo, kishim një metodë ekologjike që edhe kur ka ekskremente, mbetje, janë biodegradabili, të biodegradueshme, kështu që ta shohim pak dyshin. Votat në fshatin Bele, Halil Çahipi, sekretar i Biros Politike. Qytetit Kukësit, votat transportohen me mosh, në dis varrezave, pa respekt hiç. E bukur shumë, e bukur absolutisht shumë. Vazhdojmë me mesazhe miq të dashur, pa humbur kohë. Përshëndetje Flavio, jam simpatizant i PD-s. Ju lutem mund të verifikoni, po shoh në votimin elektronik në zonën e Vorës, qendra e votimit Marikaj. Në këtë qendër janë 674 zgjedhës, në votim elektronik rezultojnë 1000 votues. Faleminderit. Po çtua, more, po çtua 1000 votues. Ja ta shohim për shembull Treshin, të lutem. Urdhro. Jo shumë, 326 vota më shumë. Tani, qa problemi ka këtu? 326 vota. Kanë votu disa veta nga 2 herë. Nga Zelli kanë votuar dhe e ka njohur KQZ-ja, pse jo, kanë të drejtën e tyre dhe ata të votojnë. Kështu që mjafton kjo për cilësinë e rezultatit. Ndërkohë vazhdojmë me ca mesazhe. Mirëmëngjesi, Vlora ja dha mesazhin, po me gjithë këto skandale zgjedhore që bëhen këtu, do shohim drejt po çtua, mo drejtësin. Ambrozia shtyll, mirëmëngjes Flavio, ju do jeni mbështetja jon. Zullapi masakroi këtë popull në qendrën time me punonjës, ndihme, helmi jo ekonomike, drejtor polic, lloj-lloj skemash i kam denoncuar. PD do të na zhgënjej nëse njeh këto zgjedhje, të dalë në popull ka mbështetje të organizohet. Ndërkohë Ambrozia është yll. E vërtet është, mirëmëngjes Flavio, më e keqja ndodhi.
Me Edrin Ramën ka votime sinkonë në verit, për jo zgjedhje. Me vot ky njeri nuk largohet, duhet mënyrë tjetër. Dëgjova njërin që tha aty pak më parë se do ju arrestojnë. Po që thua, unë do ikit tek vajza në Kanada, jam pensionist. Këtu nami u bëft, më thot Abazi nga Tirana. Jepi, Abazi, jepi. Mirëmëngjes Flavio, së pari theme plot gojën turp për administratën dhe të gjithë ata që u shitën. Së dyti duhet bëhet diçka për kartat, sepse ata kanë dhënat e çdo personi. Dje dëgjova disa zyrtarë se sot do hanin drek. Ja rritën 83 mandate. Ore drek do ham dhe ne sot, që s'kemi lidhje me atë punë, po tashi mbetet për të parë. Mendoj se s'ka asgjë për të qeshur Flavio, është për të vënë kujen. Më vjen keq, unë jam këtu për të informuar dhe zbavitur publikun për dramën që i ka ndodhur secilit prej nesh. Secili prej nesh do duhet të ketë një reagim të tij privat. Por megjithatë, faleminderit për sugjerimin. Ndërkohë do të vazhdojmë me tjera, po e vërtetë. Përgjigje, ke këtë foton që po shoh unë. Dua një foto, një koleksion, një kolazh fotosh të Edi Ramës si sultan, si mbret, si sheik, të gjitha i ka bërë dynjaja. Përshëndetje Flavio, si ka mundësi që numri i votuesve me numrin e votave në kutinë nuk përputhet? Pse nuk i zbardhi numrin e votuesve brenda vendit? Se si do i vjedhin zgjedhjet nëse përputhet numri? Tropoja, Shkodra, Kuksi, Malësia e Madhe, Mirdita, Lezhë, këto nuk janë thjesht emra në hartë, janë bastionet e fundit të shqiptarit që nuk përkulet. Edhe nëse i presin kokën, nuk na blejnë dot as me milionët e incenatorëve, as me buxhetin e shtetit. Su shitëm kurrë dhe as nuk do të na blejnë ndonjëherë. Veriu nuk flet shumë, por kur fletet tund kokën, burrat e maleve zbresin për drejtësi në Tiranë dhe kanë kushtetutën e tyre ata. Drejtësia nuk vjen me kuti votimi, por me hesap të drejtë. Nuk është rastësi që çdo pushtues në këto troje ka lënë dhëmbët në malet tona. Dakord, nuk është e pasaktë, ndërkohë shumë keq sindroma e Stockholmit, Flavio, edhe kjo është e vërtet. It is what it is. Mirëmëngjes Flavio, doktor Berisha duhet ndihet krenar se 35% të shqiptarëve të ndershëm nga shqiptarët bruto që votuan më 11 maj nuk u friksuan as u blen as u shiten nga qeveria socialiste, por votuan opozitën. Një lutje për drejtuesit, deputetët, kandidatët mos shkonin në TV Klan, Top Channel, News 24, ABC, Klan News e tjerë, televizionën në shërbim të Edi Ramës, bojkot, aty poçtë, mama. Buongiorno, unë kam dhënë edhe njërë tjetër që duhet me vepru o burra, o vdekje o liri, për të larguar këta. Të përshëndes, edhe unë të përshëndes. Ndërkohë, më konfirmoj regjia se do të kemë Ambrosian ose Dafinën në këtë çaste për një raportim për shifrat e fundit, se ku të ndodhemi. Dakord, ju duhet ko atyre, ne do të vazhdojmë me tjera mesazhe dhe sigurisht zhvillimet e sekondës së fundit. Ky rezultat erdhi si pasojë e një kapje institucioneve, 2 shkëputja mes votës dhe realitetit, në zona thella vota shitet ose ndërtohet mbi varësinë ekonomike, kultura e mirënjohjes ndaj liderit është ende e fortë, 3 opozit e dobët, 4 psikologji kolektive e dorëzimit, 5 mbështetje jashtme për stabilitet. Për mbledhje, fitoria jo më vjen keq, të mungon pika më e rëndësishme, shkalla industriale e sajimit të votave. Do të qëndronin gjitha këto nëse rezultati do të paraqitet ishte krejtësisht i rregullt në aspektin teknik. Nuk e kemi, edhe këto nuk janë prioritet në raport me atë që kanë ndikuar vërtet tek manipulimi i votave, miku im. Megjithatë, nuk është se nuk qëndrojnë, nuk ti rrëzoj asesi. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po ul pak televizorin. Do ishte fenomenale. Po patjetër. Tash unë kam 3 pyetje, unë flas nga Vora. Po. Edhe elektroniu të kryetar Mihajl Vor i Partisë Demokratike. Edhe në momentin që është hera e dytë, unë kam telefonatat, kam mesazhe që i kam thënë ty herën e parë që janë bërë, elektronika platnoje. Dhe në momentin që po bonim mbylljen, gjë me vëmendje, po bonim mbylljen e procesit, në momentin shkëputen të gjithë elektronika, dhe në momentin për një janë operatorë, janë unë proces-verbalet e alati keni kaptoju, akoma s'keni shkuat, proces-verbalet janë në përkutit, elektronikës në Vorë janë të pa plotësuar me fare. Vetëm 2 pyetje kam unë që Vora herë që ja floje fare, me dhe bandën e këtë janë për shtatën e për ta, i ka gjithë bota, jo Felibashi. 2 pyetje kam
për gjithë shqiptarët në Shqipëni. Një, Filibashi, në qoftë se do t'i njohi këto zgjedhje, do jetë pasqyrësi kombëtare për atë njëherë. Altin Dumani, Tirana, Durrësi, Vora, Korça, Tiri, kjo është i padiskutueshëm. Mos në bë gabim që t'i kosh zgjedhje, po ta them me pasërtin më të madhe, e kjo është një zgjedhje për e pasë e gjithë shqiptarëve, e më rëgjit, po ta them me pasërtin më të madhe. E i ketë pasë të zgjedhje parat që po vjedhe në gjithë Shqipëni, i kenë hullë gjumë, i kenë në përmedje, mos bë Filibash, mos bë gabim t'i njohë për shto zgjedhje, po ta them me pasërtin më të madhe. I bëj thirrje ndërkombëtarëve e gjithë botës, po njohi këtë zgjedhje, Shqipënia merr punë, i madhe i bukur, jo lufti më ketu, do koktat kallaçi me Tiranë. Po nuk ka shumë që ta mori Tirana, këtë pushtet shumë me këto vota. Janë fakte, unë jem kryetari i komisionit, hajde tek më mbar, edhe shikoje, po që se vajlet çdo kuti elektronikës është pa plotsu. Edhe je Flavio të kjo është kriminale, jo zgjedhje, po kriminale. Edhe je faleminderit. Faleminderit ju shumë, e vlerësoj absolutisht telefonatën tënde dhe sigurisht do ta presim për ta veçuar një tjetër skandal të radhës në këto zgjedhje të paralajmëruar. Ndërkohë kam një denoncim me cilin do të merrem në mënyrë të theksuar pas pak, miq të dashur, më vjen nga një mik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmëngjes Flavio, ne nuk ishim votime, por ishim në luftë me narkoqeverinë dhe mafin më të egër. Nuk do dorëzohemi në luftë ka humbje, por e drejta do të triumfoj. Ndërkohë, përshëndetje e frikshme, s'ka më demokraci, vëzhguesit e PS brenda qendrave të votimit bënin patronazhistin, po patjetër. Mirëmëngjes Syri, jeni djem nënash, nuk trëmeni po thoni të vërtetën për jetën e kombit dhe të kësaj politike që nuk di si ta quaj. Populli shqiptar me votën që i dha Partisë Socialiste nuk u masakrua nga askush, sepse populli po tiri fort për veten, s'ka politika as forcë tjetër ta masakroj. Po edhe manipulimi është goxha i fortë, kështu që ndonjëherë qëllon të japi efekt edhe ai. Prandaj ne që jemi të larguar me vite pas kemi ditur të vazhdojmë jetën. Asgjë nuk mendoj, por më vjen për qartë që atë tokë ku linda nuk dua ta shikoj më. Më vjen keq për demokratët e ndershëm që do rrinë në skllavërinë e Edit. Dakord, tani gjithçka ka marrë fund edhe Spaku do shkatrohet. Përfundimisht nuk ka drejtësi. Do tash si hymon punë njeriu Spaku, po. I nderuar Flavio, janë vjedhur votat në sistem. Votat marra me shpërblim, spion dhe spionime të papara, kriminalët si vëzhgues. E gjithë administrata e majtë që hiqeshin si të pashëm, hibridët e diktaturës në aksion masakre zgjedhore. Dhe ashtu ka ndodhur. Mirëmëngjes, këto zgjedhje kanë qenë një masakre zgjedhore nga bandat shtetërore. Amerika dhe Europa duhet të veprojnë nëse është zgjuar kësaj radhe. Opozita nuk duhet i pranojë. Për të qenë votime me standarde duhet vendoset qeveritë teknike dhe monitoruese organet e Europës dhe Amerikës. Dhe do shihet qarta si se sa vota marrin vërtet komunistët. Mirëmëngjes Flavio, të gjithë gazetarët e Syrit jeni me vlerë, por paçin faqen e zezë ata që morën para pafund dhe vende pune me nder. Tani do të çohemi në këmbë. Okej, mirëmëngjes Flavio, zoti Bekov, stafin e Syrit, janë vlonjatë, Vlorë Mizotron, Tepelena dhe këto vota që janë dhënë i kanë dhënë vlonjatët puro si unë dhe pik. Por mos të harrojnë këto komunistët që do ikin me revolucion. Dakord, ndërkohë miq të dashur, kam përshtypjen se duhet të kalojmë një shkëputje publicitare që t'i jap kohë të ftuarit të parë që kam për sot. Sot do të kemi një arradhë me të ftuar për të kuptuar mbi të gjitha çfarë ka ndodhur në 11 maj. Kjo nuk do të thotë që do të rreshti me mesazhet dhe telefonatat tuaja. Nuk do të ketë diversifikim temash, do të qëndrojmë tek 11 maj 2025 dhe sigurisht do të dëgjojmë secilin zë. Pas pak, shihemi këtu.